E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë këtë herë për t'u pozicionuar pak tek ferma VIP. Sonte është prajmi i radhës. Ka qenë një javë e plot, realisht shumë e suksesshme për fermën, shumë sfida të bukura, vështirësitë kanë filluar avash avash për banorët, luftërat e para kanë filluar, pëlqimet e para kanë filluar, do me thënë jemi duke nisur një fermë me këmbë të mbarë. Në qendër të vëmendjes, ditëve të fundit ka qenë Mimoza Ahmeti, protagonistja e cila me thjeshtësinë e saj, me qetësinë e saj dhe me atë butësinë e saj, po merr zemrën e të gjithë publikut shqiptar. Tani, do të bëj një krahasim kur kam bërë analizën për shembull për Luizin. Pse Luizi ishte shumë i preferuar tek publiku shqiptar? Luizi ishte i preferuar tek publiku shqiptar sepse publiku e admiron, e dashuron, e adhuron atë njeri i cili është zëri i tij. Do të thënë atë njeri i cili është përfaqësuesi i tij, atë njeri i cili është modest brenda asaj shtëpie. Mimoza ka hyrë pa filtra, Mimoza ka hyrë ajo e vërteta që është. Ai njeriu që ka qenë jashtë, do me thënë, kjo goca që realisht ka qenë shumë në përmedjen shqiptare, por ne nuk kemi arritur ta njohim sepse Mimoza nuk i ka dhënë këto ngjyra. Dhe ishte Arbana Osmani së bashku me Eduardin që e zbuluan këtë fenomen, e morën dhe e sollën në fermë që po na kënaqën dhe po na shijon. Ermali kishte frikën në këndin e opinionistit se Mimoza ndoshta do të ndryshon nga fakti që është përzgjedhur si e preferuara e publikut. Jo, Mimoza është natyra e këtij, do me thënë Mimoza ka lindur për të bërë humor, për të bërë shaka, sepse ajo brenda vetes së saj ka shpirt artisti, nuk ka shpirt të djallëzuar. Ajo që në fakt më ka lënë pa fjalë dhe që shoh që po krijojnë një marrëdhënie jashtëzakonisht të mirë, shoqëri me njëra tjetrën dhe që po i qëndron afër, është Jonida. Ditën e djeshme Mimoza ka treguar një moment shumë të dhimbshëm të jetës së saj. Do me thënë, për këtë gjë më vjen shumë keq, një grua e cila ka punuar në një universitet, do me thënë një grua që është e diplomuar, mendoj me mesataren më të merituar të mundshme, një grua që ka luftuar të punojë në për institucione të ndryshme. Pyetja që më së shumti në fakt po bëhet te publiku është, ok, po me gjithë këtë dieni, me gjithë këtë diapazon, me gjithë këtë bagazh, çfarë dëshiron Mimoza në fermën VIP? Dhe përgjigja këtu është më se e kapshme. Mimoza në fermën VIP është sepse artistët e vërtet në Shqipëri janë duke vdek për bukë. Dhe realisht Mimoza këtë gjë po tregon brenda në fermë. Do me thënë, sfidat e jetës, vështirësitë e jetës, sakrifica që ajo ka bërë të jeton me ndershmëri, i kanë bërë Mimozës që të mos ketë mundësi të kujdeset për veten, por të kujdeset për hallet e jetës që asaj kanë ardhur. Momenti më i dhimbshëm ku unë në fakt dua të duartrokas Jonidën, ishte ku Mimoza tregonte që në momentin që i ka vdekur ija e jëma në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në momentin që ajo ka shkuar të kërkoj vizën në Amerikë për nënën dhe për babain e saj, Mimozës nuk i është dhënë vizë sepse këto raste të vdekjes, do me thënë, nuk kanë qenë raste urgjente, nuk kanë qenë raste që të merren si të mirëqëna. Dhe Mimoza me shumë qetësi i tregon të gjitha këto histori duke e treguar vetveten. Dhe këtu Jonida i tha, sepse Mimoza e kishte një ëndër, nuk e kishte takuar të jatit me vite, ishte jati 90 vjeç sot dhe kishte një ëndër të vetme që para se të vdes ta takonte babain e vet. Dhe në këtë mes Jonida i tha që këtë gjë tha do ta mbaroj unë, se aty tha Mimoza që nuk kam lek në një farë mënyre, inshallah tha marrim tha në i lek prej këtu se tha kushton viza. Do me thënë, unë kam arritur ta kuptoj dhe më vjen keq që po e them këtë për familjarët e Mimozës, po Mimoza ka treguar që nuk ka njeri, do me thënë në zhvet, imagjinoni, edhe Covidin kur e kishte kaluar nuk kishte patur se kush t'i bën hyzmet, do me thënë ishte djegur krejtësisht nga temperatura. Ajo thot ky nuk është trupi im, është një trup tjetër. Dhe Jonida këtu e shprehu atë mbështetjen e madhe për t'i siguruar Mimozës një vizë, qoftë edhe nga të ardhurat e saj. E shikoj që Jonida i qëndron shumë afër, do me thënë natën e mbrëmshme i zollën pijama, sepse nuk
nuk kishte pijame dhe një nga kompanit që më duket ishin me ca pash dhurat nga Arbana Osmani, ja sollën Mimozës special 2 palë pijame që t'i ketë brenda në shtëpinë e Big Brotherit. E shikoj që Arbana dhe Eduardi e kanë marrë me shumë seriozitet që ta kthejnë në fenomen dhe që t'ja japin Mimozës të çmim që Mimoza të sigurojë një jetë të lumtur dhe të paktën të jetojë një pleqëri të mbar. Një njeri që qeshet shumë, një njeri që argëtohet shumë, një njeri që i bën të tjerët për të qeshur, siç duket në shpirtin e saj mban shumë thyerje të mëdha. Tani çfarë do të ndodh sonte? Në epicentër të gjithë prajmit do të jetë Mimoza Ahmeti. Fillimisht një herë duke folur për rolin e saj si krye familjare, që për mendimin tim ka qenë një krye familjare e shkëlqyer, i ka mbajtur të gjitha rregullat në mënyrën më strikte të mundshme, ka qenë e drejtë për drejtë me të gjithë fermerët e tjerë e kanë respektuar dhe i kanë çuar fjalët. Do të thënë Mimoza do të jetë sonte në qendër të vëmendjes. A do të ketë surpriza në këtë spektakël për Mimozën? Me patjetër që do të ketë surpriza në këtë spektakël për Mimozën, sepse siç duket Ferma VIP do t'ja ndryshojë rrënjësisht Mimozës jetën, por edhe shoqëria që ajo ka ndërtuar brenda. E shoh shumë të afërt në fakt me Akilin, por më të afërt në këtë rrugtim e shoh me Sarën edhe me Jonidën, por më së shumti me Jonidën. Në fakt nuk e prisja që nga Jonida të marrë këtë dëshirën e madhe për të ndihmuar të tjerët. Tani, siç e patëm thënë, domethënë pëlqimet e para, pëlqimi i parë në fermë, siç duket është Akili dhe Fioralba, 2 banorë të cilët kanë filluar që të ndajnë emocionet e para, që besoj sonte do të kemi një shpjegim për këto lloj ndjesish që po ndodhin në fermën VIP. Domethënë spektakli po bëhet më i bukur, spektakli po bëhet më glamuroz, po bëhet më interesant dhe domethënë po na çon çdo prime që ta ndjekim sa më shumë. Unë jam i lumtur që në fermën VIP, përpos që është një spektakël që ka dinamika, që ka zënka, që në fakt janë akoma shumë herët, por për ta fituar atë çmimin 200.000 euro do bëhen edhe më keq se Big Brotheri. Por në thelb do me thënë e ka këtë qëllimin për të ndihmuar dhe për të rikthyer në jetë, që është shumë e domethënshme, një njeri i cili vërtet pas ka vuajtur kaq shumë dhe është anashkaluar në fakt kaq shumë nga institucionet edhe nga shteti shqiptar. Unë mendoj që Mimoza e meriton trofeun e këtij viti, jo vetëm për faktin që ka vuajtur në jetë, por edhe për faktin se çfarë spektakli është duke dhënë. Mimoza është duke dhënë një spektakël të jashtëzakonshëm, një moment kaq të mrekullueshëm që na bën vërtet ne të gjithë të emocionohemi. Unë dua të falenderoj Arbanën për zemërgjërsinë që ka, që nuk i merr me urrejtje apo me inat edhe fjalët që po flet Mimoza, sepse për shembull Mimozës nuk ishte pëlqyer veshja e Arbanës, por e shikoj që kanë krijuar një connection të dyja së bashku, që vërtet është një connection i bukur dhe po na japin shumë dashuri. Le ta shohim se çfarë do të ndodhë sonte dhe kush do të del nga Big Brother, që nga ferma, që unë mendoj që mund të jetë DJ që sonte do të largohet.